Dhe jo ndiqet penalisht, po është akuzuar për krime në ekonomi. Mund të jetë edhe i kurth ky avokat apo e përjashtoni? Bravo qoftë Edi Ramës, po e ka futur kurth. Atëherë ajo të dalë ta denoncoj problemin. Dalë të thotë, jo nuk është kurth, jo. Se e di ku vajti ush. E di të karikën që dëgjoj që Edi Rama ja ka rezervuar atë karikën, nuk diskutoj fare. Edi Rama e ka korruptuar atë në atë rast. Por ajo si diplomate që është, nuk duhet ishte ullur atje. Thoshte faleminderit për ftesën, po unë aty nuk kam vend. Por ajo vajti në pas kishte një takim edhe me kryetarin e gjykatës kushtetuese në prag të vendimit që të jepet për kompetencat, pra për plasin ekzekutiv gjyqësor, ekzekutiv Po kishte në çvend kishte takimin me kryetarin e gjykatës kushtetuese, e cila qumë kryetare e gjykatës kushtetuese kaloi nga sekretare gjykate dhe e bëri kryetare e gjykatës kushtetuese Edi Rama, po nuk e hyjmë asaj pune. Jemi këtu. Kjo që vajti tek kryetari i gjykatës kushtetuese, vajti e ftuar nga ajo kryetarja, nga Papa Jorgji, apo është kërkesë e saj, se di s'na e thon. Po mesazhi është i qartë përpara një javë përpara dhënies së vendimit. Cili mesazh? Shtetet e Bashkuara janë në mbështetje të drejtësisë, drejtësia duhet të flasë pa frikë. Atëre, drejtësia këtë zonjën Balluken e ka marrë të Skupidjarën e Athinës, e ka marrë dhe e ka vënë zvendës, e ka marrë të pandehur. Po jo, avokat se ka shumë rëndësi se çdo njeri e ka nga i shkuar, ka punuar diku. Zotëri, këtu flasim për persona që kanë influencë politike apo flasim për në punësa numëror topi? E ka nisur, çdo njeri e ka nisur diku avokat. Zonjë, këtu bën kursin e diplomacisë, kështu në Shqipëri. Jo, e kam fjalën për zonjën Balluku që thatë ju që i kujtuat. Zonja Balluku, zotëri, i doli dobiçi në tunelin e asaj, tunelin e Llogaras. Doli që është sabotuar, doli që greku, inxhinieri grek, natyrisht me vonesë masi ishte bërë dëmi, atëherë tha që atje s'ka hekur. Kjo është vepër e zonjës Balluku, zotëri. Dhe ajo diplomatja nuk ruan bashkit, si ka dhënë asgjë lavdeti që t'i ruajtet e ambasada. Pikërisht këtë detyrë ka. Avokat, ne jemi vend sovran, çfarë mund bëj ambasada më shumë këtu? Ndërkohë që nëse është për të bërë diçka do ta bëjmë ne, ja ata apo jo. Zotëri, ne nuk i themi asaj që na zgjidh problemet. Ne i themi pse vetë bëj shok me edhe ulesh në krah të një personi që është e akuzuar dhe me vendim të asaj të Spakut është në ndjekje penale. Marrëdhënie shtetërore, nuk duhet të ruhen avokat, mbi gjitha është interesi shtetëror i një pale. Ata kanë interesin e tyre. Mor zotëri, ajo vetë ulet tek njeri pandehu, nuk them pse ulin në kratë e Edi Ramës. Do me Edi Ramën do ketë marrëdhënie, i cili tregoi vendin para ca kohësh edhe e la jashtë portës. Këtë atje ke vend. Këtë nuk e di avokat. Këtë e di unë. Mund na thoni më shumë. Ja, kjo është e thiri në kryeministri, nuk e pranoi atje, e la një 3-4 minuta sa ndonjë ajo aty më këmbë, edhe